Përshëndetje njerëz, jena rikëthy me videon e radhës, si që një të pa gjindem këto në qendër të Shkupit. Ora është diku 2:15, edhe kum dal me shëtit të përqef pak e di relax të runit. E kur është shoh qyteti i zbukurum, fakt këta e kanë zbukuru para një javë, më zgabofsha, po unë e hene stashe posh. Më pëlqejti, tash ta ndaj me juve të shefni edhe ju që se kini pa, qofsh ju që rini në gurbet, e qofsh ju prej Kosovë që nga përcellni, do shta me pa ju paka shumë se qish e kanë bo qytetin me drita. Pro, këtu në fillim, si që një të e pa, do më thonë i kam mnu do bredha, në fillim turës, po menoj, për me hi në qender, i kena këtu 1, 2, 3, 4, 5 bredha në aton, 5 knej, në më thonë fillim turës janë 10 bredha. E tani është kjo himja këtu, pazari i vitit të ri. Po nuk shkojmë direkt, kështu kena me shku për rreth ne, me po se qka kanë vnu. Tu e pas këm prish më dëvët ketë, garantu ko najsen me vnu naj kartolina, najsen ku me ditë. Qështu për prëngjohën kjo, po e pas këm prish. Si të qoftë, ka kjo ana tjetër e kena një balon pi T-Mobile-it. Nuk e di për shka o kjo, kësaj garant kur t'ja kalli ish drita të botë edhe më mirë. Okej, më shelë ka nëse ta është him rejna. Pra, ka kjo në akne i kena kafët e vogla. Sa janë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dhe me thonë ka kjo në 11 kafe janë. Po nejse nuk janë kejtë kafe, ne kush qëtë edhe ushim që për qëmë të shtu pas ka edhe pon frita. E kurse të kjo pjesa këto e kena një arash animal. Një arush e dizajnume këtë me drita. Edhe mbaj, giko ka e molle. Valoj po. Okej, këtu edhe një kafe pas një e vokull. Të shumë nga ka kjo pjesa për para kënena, që kjo shka koka. Se dhe që kjo pas ka bajgi drita, e ta shumë një shka koka. A, baba dimri. E lakt koka. Shtu ka më rejtë? Pro njerës, si të po, këna të po dimri. Këtu e pas këmi babën e dimrit. Okej, edhe kjo like, shumë e mirë. Jo, Shkupi. What's up, mirë se ardhët në mramjen e fund vitit. Ajde, Shkupi, kej dur të nalt. Po mos e kalzove që sa kërkush. Be. Hajde kënejna. Pro këtu, do me thonë e kanë vënu një bin, garant, ka e pas në e fa koncertin e, se? Edhe, për atë arsye, na qëndron bina këtu. Okej, këtu, ki trejnë një kona dhe ma përpara, po, si do të shofë tash, i jep ka pak ma një shmek të mirë qytetit. Drita, treni, sene. Këtu, do me thonë, edhe një mini luna park. Lele, kur jam kon i vogëlve. Se dia muj me au gjetë një foto të qke helikopteri sa kom hip. Nuk ka qa i njejt, i kuptohu, ta ma du të tëm. I kum pos favoritve që të loja dhe. Në qoj ke baba jem luna parku knatësha. I këtejmë ja për trenit. Dhe më thonë, vesh dhvim qëtu, ta kena si dëshmi që e kena nëllë trenin me Gjix, midis Shkupit, e kena dëshmi. Okej, tu, një të e po, e kena yllin polar. Karo, për që di, pin galaktik, direkt në Shkup. Dhe më thonë, kena edhe ne dishkat veçante, e të mërësh. Një dizajn është kjo që e kam bo me drita, mas më nëne që një me është ylli polar. Ama heshëm, edhe kjo heshëm. Edhe ka kjo ana tjetër kënejna, i kena kafencet. Edhe këtu sa janë? A janë 11, 12, sa janë? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Edhe kënejnë 11 copa. E tash, me që erdhëm në këtë pikë, havaja është e gjitha e stolisur me akullnaja.
E di ato okulli që në qeremine që i botë, di? Qashtu janë këto, në qatë stile kanë bojë. Ama jo, seriozisht, më do këtë pikejtë vjetëve, si vjetë e kanë stolisë mas miri, kujdi mu pëlqejka. Tash, këtu i kena separejat. E merë kafën, vën këtu, e pi midis qendrës, separe, sene, kujdi shka. Like. E këtu e kena këtë pishën, apo bredhin, që që thënë jo, nuk e di, vetëm se këtu është një bredh i mirë, i stoljes të mirë, haj shumë për dëmët, koj di. Nuk o që jam naj fancy bredhave, me thonë drejt, vlen me cekë edhe këtë set. Fort për dëmët, Allah. Edhe dorën zemër, zbon me a hongër hakin, mire kanë stolisë qytetin. Njëjtë edhe ka kjo pjesa që shtu. Këtu bërëm të bëna një punë të hajrit. Ka raqë kjo të ngrejna. Njëjtë edhe këne bukur mirë po dohet. Po tash kjo do me thonë është pjesa e parë. Sa të ish për të ura, pjesa e borë kjo. Kurse kana tjetër, është e stolisë të hala me do farë elemente. Shkem të shopim edhe në tonë që ka ka, okej? Hajde. Ka kjo pjesa e masme, do me thonë nuk ona e farsen special, si ka pjesa e parme, po si do qoftë ka edhe këtu drita duket mirë. Ka ana e portit këtu, edhe që atje do me thonë si që një të e po është një yll bipolar. Ajo polar, kjo bipolar. Qështu duket, mas shkoj dhe në fund shti se drita, ja? Ka kjo ana tjetër, ka diçka la më interesant, qështu pjo kalëzë e knejshka, hajde. Okej, këtu apet në shoqëron një yll double bipolar. E knejnë atash e kam bo një dizajn do gurzi do gjona që ju përkasin fejes krishtere. Tash s'pohim detaje me ju kalëzu se shka kjo, teko kjo, po do me thonë, ja të regoj me qëllim, do me thonë se qish doke, do me thonë për estetik. Nuk o që kam rajsionim apo tendenc tjetër. Mund i shmorth kameraman pak për manat shumë e po, shka ka të ka, qishtë të dohet, do me thonë, kjo është kitë me stiropollë, ndresht, nuk ka gurë për i me, stiropollë është, edhe knejna këto far elementet tjera i kanë me karton stolista. Për ndryshe, tash që so kur kush e ka një farë bukurie qyteti, ja, vallaj pa. Kesa heshme, plus që ka ra pak shi, dritat, ndryqimin tokë, shumë romantik. Okej, ka kjo në më thonë, ka një farë kafe që e kanë dizajnu me këto elementet e vitit 3. Këto një kafe me drita, edhe kënej që shënit e po, ka do drita që i ka vnu X kafe atje, se di që hojnë. Okej, njerës, qash kësaj përket kësaj videos, ka me bo, dhe më thonë, puna eme që ashtu është. Rastësien me shëndrun mundësi. Rastësisht edhe në qender, e po shumë pëlqeti edhe bona mundësi, dhe më thonë, e nqizova një video. Falënderit që shiku deri këtu, shpresoj se t'ju jetë pëlqyer video, mos harroni me po like, subscribe, deri videon tjetër, mirëmbëjtje, kaloni mirë, bye bye. Boom!